28 vite burg janë dhënë nga gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar lidhur me dosjen e mbushme të sterilizimit. Konkretisht, GKK-ja ka dënuar me 6 vite burg Klodian Rjepajn, ish zëvendës ministri i shëndetësisë, i akuzuar për vjedhje duke shpërdoruar detyrën si dhe falsifikim. Për shkak të aplikimit të gjykimit të shkurtuar, Rjepaj do të vuajë vetëm 4 vite burg. Me po kaq vite burg është dënuar edhe biznesmeni Ilir Rapaj, i cili po ashtu përfiton nga ulja e dënimit duke vuajtur vetëm 4 vite. Ndërkohë, lidhur me akuzën e grupit të strukturuar kriminal, Rjepaj dhe Rapaj janë shpallur të pafajshëm nga gjykata. Marsila Serjana, i drejtoresh juridike, u dënua me 3.6 vite burg, dënim që i ulet në 2.4 vite. Por ajo do ta lërë qelin pasi ka mbushur afatet e dënimit me arrestin në shtëpi. Ilir do të lihet edhe Sajmer Kadiu, drejtori ekonomik në ministri, i dënuar me 3 vite 6 muaj burg, i cili po ashtu ka përmbushur afatet e dënimit gjatë arrestit në shtëpi. Pjesëtarët e tjerë të përfshirë në dosje kanë hedhur më paq duke i shpëtuar burgut. Konkretisht Petraq Mersini, i cili është dënuar me 3 vite 6 muaj burg, dënimi i ulur në 2 vite e 4 muaj do të vuajë vetëm 24 muaj shërbim prove. Edhe pse u dënua me 3.5 vite burg, ulur në 2 vite e 4 muaj, për mjekun Erben Gjata, dënimi pezullohet dhe ai do të kryejë 24 muaj shërbim prove. Të njëjtin fat do të ketë edhe Genc Byrazeri, i dënuar me 1 vit e 6 muaj burg, por që i konvertohen në 8 dhjetor pune në interes publik, bashkë me Naila Ajazin, e dënuar me 2 vite shërbim prove. Në dosjen sterilizimi është i përfshirë dhe ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, por ai po gjykohet ndarazi nga të pandehurit e tjerë pasi nuk pranoi gjykimin e shkurtuar. Koncesioni i sterilizimit u firmos në dhjetor 2015 nga qeveria Rama 1 me një kontratë PPP 10 vjeçare me vlerë 100 milion euro, por pas një dekade koncesioni jo vetëm te kaloi kostot e tij fillestare, por edhe çoi disa zyrtarë të lartë drejt bankës së të akuzuarit.